Profesor, ju keni deklaruar që personazhi i njohur i filmave Harry Potter shpesh herë vinte në malin e Tomorit për të rimarrë energjinë e tij. Po ashtu edhe për disa, po themi, tema që ju keni cekur, jeni komentuar shumë nga njerëz të cilët jo me pak ironi në fakt thonë çfarë po thot ky, ku i gjen këto. Keni një koment për këto, gjithë këto komente që ju vinë në adresën tuaj? Shikoj, në moment më kujtua një monument në Shkodër, pranë Kishës Madhe. Atje ke një i besimit katolik, sa që ata din të falin më shumë. Dhe me duart kanë qielli, me syt kanë qielli, edhe thot, fali se nuk din ç'ton. Po këtë në një teatr, në një dram. Zoti Jetusa, fali se nuk din ç'bëjnë, nuk din ç'ton. Edhe kjo ti që për ti që unë lexoj, studioj, mundohem si stërnip i vëllezërve Frashi që kanë një shprehje shumë bukur. Hiq mu errësirë, thonë të tre vëllezërit. Të tre vëllezërit lanë shprehjen që ky popull do arrijë atë sistemin e vetë qeverisës, apo ekonomik, apo përparus, kur të arsimohet. Ndërkohë që kishte një farë momenti që populli kërkonte arsimi, dhe populli në vetvete e brenda populli shqiptar e ka arsimimin. Po ka sot, më keq se kurdi, ka një pjesë shumë të madhe dhe arrogantësh, që ja u pjell ignoranca. Ka njerëz që janë turkoshak, që ja u pjell ajo të qendrit muslimanë radikal. Po një pjesë janë që ja pjellë mendja e tyre filofqin jugor, filogrek, le të themi, që e mbajnë veten si të kulturuar dhe për të ndarë nga pjesa shqiptare barbare. Po ndërkohë ka shumë filoserb, që të mbysin po thua është një patronazhisti, është filoserb, filoslav. Dhe po ti mbledhësh ta, në fakt janë shumë, po ka edhe shumë ignorantë. Po ignoranca pjell agresivitet të madh. Dhe unë në fakt nuk jam përgjigjur atyre. Është tamam statuja në Shkodër, Kishë Madhe, fali se zgjiston. Që të thoj dikush, që unë me libër, Tomori, i vetmi libër në botë, 330 faqe, të lutem, ja dhe kështë libër Tomori, ma e pak, një sekundë vetëm, vetëm një sekundë. I vetmi libër në botë, me 330 faqe, sepse janë në përgjithësi shkrime nga 2, nga 5, nga 10 faqe. Jo, libër Tomori, një libër blu, poshtë, hape. Po, ma si të lutem. Dhe ti, që nuk e lexuar, edhe aq gërma sa unë kam bërë libra, ose një tjetër, nuk e lexuar aq faqe sa unë kam bërë libra. Se di do të bësh një libër, do të thotë që ke lexuar të paktën 200 libra që arrin të bësh një libër, do të thotë që ta ripërtypësh 200 herë leximin tënd, që të dalë shprehje thjesht e logjikshme, do të thotë që të bazohesh në referenca me pikë, me presje, me faqe, dhe kur thuhet aty në këtë libër, thuhet që Harry Potter, kur mbaronte energjinë, e kanë librat e Harry Potter, nuk e thash unë. Unë ditë mbledh, ditë them, ditë ngre vlerat e kombit shqiptar që ka nevojë ky popull sot, si asnjëherë tjetër. Sikundër ka qenë 1880 mbas një ignorance ka 100 vjeçare, rilinda si ç'a bën, prunë Skënderbeu, sidomos pjesa katolike shqiptare, prunë kanunin në vëmendje, prunë historinë e shqiptarëve, prunë pellazgët, prunë ilirët, prunë pirotët, prunë dardanët, edhe për të ndriçuar. Prandaj edhe vëllezërit thashë thoshin hiq mu errësirë. Ose shpreha tjetër, po e vëllezërit frashë, pakës dritë. Pikërisht ky është misioni që unë kam vënë vetes. Në vend se të ri, të bredh, të dal, të shikoj sporte, merrem pikërisht me grumbullimin e të dhënave që kanë të bëjnë me vlerat e shqiptarëve në mijë vjeçar, jo në shekuj, por në mijë vjeçar. Mundësisht fati im i madh, specializuar në Itali, një vit në Itali në 1890, për ndryshimet e nivelit detit, në shërbim të gjetëve të naftës, por në këto ndryshime, 2 milion vjet të fundit, ishin një nga studimet më të mira që po bënte bota të fundit. Ndërkohë që unë specializova pikërisht për ndryshimet e nivelitetit,
edhe për 2 milionshin, edhe për 25.000 vjeç, edhe për 10.000 vjet. Pra, arrita të kuptoja se çka ndodhur me njerëzimin në këto 25.000 vjet. Dhe e di shumë mirë, domethënë, mal tomori, qendër të universit, që quhet pik që quhet tectonic Chenier Point, pik tektonike Chenier e palëvishme. Nuk e di më ndjet. Pra, ky mal tomori, këtu, mal i madhërisëm, i magjishëm, është qendër botës, kalon meridiani zero, natyror, dhe jo meridiani Greenwichit futja kot, konvencional. Jemi ke meridiani natyror, që ndan rruzllin në 2 pjesë të barabarta për specifike e perëndimit dhe e lindjes. Bile ndan edhe pjesën veriore dhe jugore. Ekuatori është pjesa zero, por në fakt, për nga pesha, për nga rëndësia, pra bota rruzli lëviz rrotull tomorit. Dhe kjo nuk ka një lëvizje gjeologjike pa një pik tektonike që merret si e palëvishme. Dhe ky mal tomori, i cili u zgjodh nga ata që mbijetuan Atlantidës, ose mbijetuan Arkës Noës, apo flooding, apo vërshimeve detare që ka ndodhur nga pikpamja gjeologjike 10.000 vjet para Krishtit, para erës sonë, 12.000 vjet sot. Dhe kjo është një epokë gjeologjike nga më të fortat, ku vendoset me diskordancje të emine, qoftë se këto janë shtresat e para, këto vinë në këtë me mosfëputhje të madhe. Holoceni, quajmë neve, është 10.000 vjet edhe këtej, është një nga ngjarjet më të forta gjeologjike në kohën e gjeologjisë. Dhe ata tash që mbijetuan, që morën mallkimin ose mal ikim, ata që u ngjitën mal, shpëtuan. Dhe për të festuar këtë lloj shpëtimi, ata zgjodhën një mal që ishin aq astrolog dhe aq astronom dhe aq geometër në kohën e Atlantidës nga viti 16.000 deri në vitin 10.000, sa ditën se zgjedhin malin si qendër të botës, ku bota rrotullohet rreth rrotull, ku ka energjinë më të madhe, edhe forcën e gravitetit më të rëndë, edhe NASA aty vjen më vëllai. Vjen aty lart dhe ikën NASA, arqon energjinë fillestare, e pastaj ikën drejt Enës si pa argjuar karburant. Pra, mali tomorit ka magjira pa fund, por që nuk është pjesë e këtij emisioni, për të thënë këtyre gjunaqarëve, gjunaçke edhe dhe. Lera tek lëndisen ata, po kur qeshin, kur nën qeshin, bile fillohet që nga gazetar, që nga miku im, Enkel Demi. Që i që herë qesh plot, herë qesh kot, po unë e piksunoj atë që me anë të sarkazmave të tij, me anë të thonjzave të talleve të tij, përcillet mesazhi gazetari i dashur. Ai më do mua atë, po edhe unë dua atë, që të përcjelli mesazhin. Jam unë ai që do ta vuaja në thonjza tallin e Enkel Demit. Jo, nuk e vuajti. As nuk e llogaris. Në krahasim me atë që unë i përcjell dituri, hiq mu errësirë, pak zdrit, ja përcjell popullit tim, njerëzve të mirë, njerëzve që nuk e kanë dot atë aftësi, siç ka tjetër aftësi futbollisti mirë, shahisti mirë, shtangisti mirë, edhe unë studiues i mirë, çka ka? Për kuptuar, studiues i mirë. Po asgjë nuk flaskota më. Asgjë e një fjalë që kam thënë Napoleoni shqiptar, e zhveshur me 40 argumenta dhe referenca me faqe. E ka dalë librin. Zot më doj prapë të më japë Napoleonin. Ka dalë librin, çfarë do thuash? 40 referenca. Napoleon Bonaparte, shqiptar dhe bir shqiptari. E njëjta gjë, tomori, qendër botës. Prandaj edhe ne në Berat e në Shqipëri e përdorim pse ne jemi qendër botës, po qendër botës. Edhe në gjuhë, edhe në kulturë, se nuk gjen dot veshje më të mira se çka shqiptari në çdo krahin, çdo zonë. Nuk gjen dot, nuk ka institut francez, amerikan, gjerman, anglez, çfarë duash ti, të ripërsërisi veshjet e shqiptarëve. Sepse kur i thanë militore si bëhet kjo veshje, nuk e di si bëhet, po kështu bëhet. Pra, i kishte trashëguar 10.000 vjet ato veshje, që e bën me gjitha ato gjinglat janë gjo veshje, gjo figurë në gjublet, mirditore, vazhdo, zadrimës, vazhdo, të uqinit që është gjubleta e Bregdetit, marxismale e Vermoshit, vazhdo, veshje e Asit, veshje e Kuksit, veshje e Beratit, pa fund, ti janë të gjitha figurat ligje, ku vendosen piramidat dhe distancat e vjetëve të dritës nga një hyll në një hyll. Kjo është distanca piramidë. Këtu është shprehur në metra, aty është shprehur në vite drite. Pra, janë të gjitha rregullat e lëvizjes diellit me Hënën, me Merkurin, me gjithë planetat. Pra, në kuptim, shqiptari ka qenë trashëgon shqiptari atë dituri
pavarësisht që ai bën 500 vjet në kohën e Osmanit, 500 vjet, dhe prap kur doli gjuha shqipe, 1920-ën, gjuhë zyrtare, si mundet gjuha shqipe e fshehur 500 vjet dhe në 1924 Fanoli, Luarasi e tjerë përkthyen veprat e botës, Shakespeare, Hugo e Goethe, në një nivel me gjuhën frenge gjermane, Shakespeare, dhe në disa raste më mirë se gjuha frenge dhe gjermane. Si ka mundësi pra kjo gjuha fshehur 500 vjet? Pra është hyjnore. E njëjta gjë është veshja, hyjnore. E njëjta gjë mali Tomorit, hyjnor, magji e tërë. Mali Tomorit, sepse po e mallkove malin Tomorit, fillon një herë që të godet e të vret në vend. Shikohet dhe mallkohet. Pra, në kuptim, këta njerëz që më pyete bëjnë ironi, po e le të bëjnë ironi, nuk më duhet fare atë. As pa ndjen fare për ata atë. I falti. Edhe ajo falje që u bëj atyre është pikërisht ai frymëzim që ka marrë ke monumenti atje në Kisht Madhe në Shkodër, që fali o Zot se s'din ç'ton dhe s'din ç'bëjnë. Edhe unë këtë bëj. Ngre syt nga Zoti, nga qielli, nuk është e lutem, po them jo, fali o Zot, gjunaj them. Gjunaj. E të talli një s'ka lexuar libra Germa, sa kanë bërë libra bie fjala, kështu kanë bërë ti shqiptarët. Edhe me babdut karbonar, nga unë e kam mësuesin e gjyshës time, babdutën, e dogjen, e lyen me mjarë dhe e dogjen 1914-ën. Këta e të mesme, Shqipëria e mesme, këta ati, Gjishamilisët, e dogjen babdutën. Këta nuk dëgjojnë profesorit. Një popull që nuk dëgjojnë profesorit, dhe fjale fundit, kjo Amerikë, 300-400 milion banorë sot, të paktën ka 30.000 shkencëtarë, i dëgjon dhe i respekton, dhe ata shumë fishojnë si kur janë 3 milion shkencëtarë. Nësa ky popull, 3 milion, i ka dhe ky 3.000 shkencëtarë, po këta nuk dëgjojnë shkencëtarë dhe profesorët. Mua vjen rënd të quajmë shkencëtarë në vendin tim. Nëse ai në Gjermani më gatitur më si shkencëtar. Ai në Francë gatitur më. Edhe e kisha pozicionet e punës për shkuar profesor diku jashtë shtetit. Jo, thash, do ri në vendin tim thash. I thash vetes. Edhe kam ndetur dhe s'kam përdikur kur. Dhe këta nuk dëgjojnë më. Ti bën një bisedë ai thotë, "Nga e diti thotë. Nga e di, u kot, futja kot, profesori kot." Prandaj shkoj gjendi në Shqipëri. Nuk dëgjohet profesori, nuk dëgjohet eksperti. Mësuesit janë ditën e tyre më të zezë, më të keq. Nuk respektohet mësuesi. Kështu që nuk është asi që qeverisja, politika shqiptare, ka shbërë mësuesin, profesorin, avokatin, gjyqtarin, shkencëtarin, mjekun, ka shbërë mjekun, edhe Shqipëria është pikërisht studentin e ka shbërë, dhe është kjo gjendje që ti shef sot, ku gjithë kemi nga pak përgjësi, po më të madhe e ka politika dhe njerëz caktuar që nuk besojnë te eksperti që thotë Romaku, ose Latini që mori nga Pellazët. Credito lo experto. Besoj ekspertë e popull. Ku bere ti morti, të tallesh ti. Po kush je ti, mor? Po i drejtojmë direkt atij personit. Kush je ti, mor? Çfarë je ti, mor? Nuk di të lidhësh dy fjalë, nuk di të shkruash, as në Facebook as një gjë. E kërkon tallesh profesorin. Turp kesh. Po megjithatë vazhdo të kanë falur sepse më frymëzon monumentin në Shkodër. Profesor, faleminderit shumë për zgjedhjen.